kohëve të fundit është vërejtur një rritje të çmimeve të biletave për udhëtimet me autobus, duke ndikuar drejt për drejt tek qytetarët e veçanërisht tek studentët, të cilët janë ndër përdoruesit më të shpesh të këtij transporti. Ekipi ynë ka siguruar disa opinione nga studentët, të cilët shprehen të shqetësuar për këtë rritje, duke theksuar se ajo po rëndon buxhetin e tyre ditor. Njëra nga studentët, Lyra Nikoliçi, për mediumin ton tha se kjo rritje nuk është në favor të tyre, ndonë se shtoi se edhe bizneset përballen me vështirësi për shkak të rritjes së çmimeve të naftës dhe kostove të tjera. Unë personalisht, edhe besoj që një shumicë e madhe e njerëzve ishin pajtu me mu, janë tepër çmime të paarsyeshme, sidomos të e konsideru faktin që unë, si shumë tjerë jena studenta dhe njena të shku mu shkollu, jo më pagu biletat autobusit, atë unë për kuptoj që jenë rritë çmime të rritë nafta, asana, më besoj që i shkon mirë me bodi shka, jo vetë çmimet e autobusave me lirua mu edhe naftën, edhe këtë sanë tjera, se është pak vështirë kështu. Mes tjerash, Nikoliçi tregoi edhe për ndryshimin e çmimeve krahasuar me periudhën e mëparshme. Në krahasim me më përpara, ndryshimet janë tepër dukshme, ama në njëjtën kohë edhe rrogat janë kohën më të ulta. Tash me rritjen e rrogave, që nuk është aq e madhe, çmimet janë rritë shumë herë më shumë. Edhe nuk po është më thoni barazim ose një balancë që me funksionu këtë dyja, dhe se jo paguja këta, paguja ato, atë parët të ka rritë që e rrogë nuk pëdolën. Kujtojmë se deri më tani, biletat për udhëtimin në drejtim të Prishtinës kanë kushtuar 5 euro, ndërsa tashmë ka arritur në 6 euro. Rritja e çmimeve po shihet si sfidë shtesë për studentët dhe qytetarët që udhtojnë çdo ditë, ndërsa mbetet të shihet nëse do të ketë masa për lehtësimin e kësaj kategorie.